Sepse kalove fikse tema e tretë. Unë do diskutoj me gazetar kronike, besoj që do duhet ta njohim ritmin e bisedës gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës, kështu që e kuptoj njëri tjetrin. Ne ndalemi tek rendi dhe siguria. Klodi preku pak me të drejtë për sa i përket grupeve kriminale që te kalojnë policinë, shkojnë në struktura të larta të shtetit dhe krijojnë probleme dhe unë dua ta diskutoj për të parë se ku ndodhet gjendja e sigurisë në Shqipëri, sa të sigurt jemi ne, roli i policisë, menaxhimi i drejtorit të përgjithshëm policisë së shtetit për institucionin cilin ai tashmë e ka, le të themi, e drejton, e ka në varësi, dhe roli i Ministrisë së Brendshme, e cili duket se ka ngelur pak rol në hije. Ta nismë kjo e fundit, këto janë tre personazh cilët unë kam zgjedhur ti për të kuptuar gjendjen e sigurisë në vendin tonë. Ministrin e Këto janë përgjigje s'kam përshtypje. Patjetër. Dgjoj, nuk kam asgjë personale me asnjërin prej tyre. Kundrazi. Ne analizojmë situatën, jemi të detyruar ta bëjmë për hir të publikut. Krimi dhe rendi është në një moment delikat, kjo duket shumë qartë. Mjafton të rendisim ngjarjet kriminale për ta kuptuar këtë çështje. Ne sapo folëm për disa prej tyre. Çfarë tregon kjo? Tregon pa aftësi të shtetit për t'i parandaluar ose në mos për t'i parandaluar për t'i zbardhur më pas. Dhe kjo çalon dhe ka not ngelse në klasë edhe Policia e Shtetit dhe Ministria e Brendshme. Paftësia vjen si pasojë e paftësisë reale të qenurit jo profesionist, apo është një vullnet politik i cili mungon? Është shumë komplekse. Ka të bëjë me struktura, segmente të caktuara të inkriminuara, ka të bëjë me mungesë besimit tek strukturat e policisë, ka të bëjë me mungesë vullneti politik, ka të bëjë me përplasje të forta dhe të një niveli shumë të lartë të krimit të organizuar. Pra nuk është një çështje kaq e thjeshtë, është shumë komplekse. Keni folur për klane brenda policisë së shtetit. Dhe vazhdoj të qëndroj des dhe kam unë prova me shumë vëmendje atë. Po mirë, kjo a përkthehet automatikisht në një lloj mungese cilësie për të qenë serioz si institucion për të tetuar dhe për të mbajtur sigurinë në nivele optimale? Ja, po ju bëj një kundërpyetje dhe ju kam pyetur edhe në misionin tim. A do duhet të kishte përgjegjës në ngjarje e Rinasit? A do duhet të paktën moralisht të kishte një dorëheqje? Unë besoj po. Atëherë kemi një dorëheqje? Ne nuk e kemi këtë. Atëherë këtu qëndroj. Dgjoj, një person, një zyrtar i lartë në punën e tij mund të jetë i shkëlqyer, por mund të ndodhë që edhe të gaboj ose të mos e menaxhoj si duhet situatën në një moment caktuar. Dhe ndoshta nuk ka përgjegjësi ligjore, por ama ka përgjegjësi morale. Dhe disa pozicione që janë shumë të rëndësishme, siç është ministri i Brendshëm, drejtori i përgjithshëm i policisë etj me radhë, në momentin që nuk ja del dot. Jo, ndoshta mund të jetë njeriu më i mirë, nuk ka të dytë si ai apo si ajo, por nuk ja del dot. Është më mirë të tërhiqet. Të vi dikush tjetër që mund ta bëjë atë detyrë. Pra ka gjithmonë, por këtu nuk ka më dorëheqje. E para, e dyta, ke parë ndonjë analizë të thelluar pas këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur? U bëkoj që nuk shohim një mbledhje, u bëkoj që nuk paktën drejtori i përgjithshëm nuk mbledh më drejtorët e qarqeve. Që nuk i binden Ilir Prodës degdise në përrrethe dhe detyrohen të japin dorëheqjen. E di çfarë ndodhi me komisariatin numër 2? U sulmova, u atakova, u përbalta gjithandej, sepse thash një të vërtetë shumë të madhe. U shkatrua një komisariat sepse arrestoi Altin Morinën. Dini gjukur të Ridvan Pali? Ka dhënë dorëheqje nga Policia e Shtetit. E dini sa zyrtar që kanë merita të jashtëzakonshme në Policinë e Shtetit janë degdisur rretheve. E dini me çfarë është mbushur? Cilët janë drejtuesit e Policisë së Shtetit? Janë me 0 kontribut, vetëm sepse janë miq të Ilir Prodës. Nuk bëhet policia me miq edhe me shok. Policia bëhet me profesionist dhe me njerëz që kanë integritet. Ndodhen këta në Policinë e Shtetit? Ka për mua sa të duash në Policinë e Shtetit. Jo gjithë struktura, nuk mund të përfshi në këtë, siç na thot ne kryeministi Kazan, nuk mund të përfshihen të gjithë në atë Kazanin, se prandaj kemi ardhur në këtë gjendje, të gjithë duke sharë të gjithë. Jo, ka brenda Policisë së Shtetit burra dhe gra, djeme dhe vajza të jashtëzakonshëm. Dhe ne kemi më së shumti nga gjitha strukturat punonjës policisë që kanë dhënë jetën për këtë vend. E kupton? Dhe ndërkohë qeverisim policinë me miq e me shok. Nuk është ky koncepti. Me miq dhe me shok të cilët kanë ndarë parcelat, dikush merr para për lëret e fatit, dikush për ndërtimet pa leje, dikush tjetër merr për inertet apo për 1000 gjëra të tjera në këtë vend. Dhe ky është problemi. Ndërkohë ministrja në Elbasan kishte ndodhur ngjarje dhe ministrja dilte më bënte propagandë se ishin disa ndërtime pa leje që po inspektoheshin. Po sepse këtë pozicion i ka dhënë kryeministri. Unë jam nuk i jep kryeministri atributet e një ministri, i jep kushtetuta dhe ligji.
Dhe patjetër që unë jam kundër një ministri që fut hundët në punën e policisë së shtetit, por jam pro një ministri që harton politika dhe i jep autoritet policisë. Se në fund fare ministri është për politika, është njëri politik dhe që harton dhe jep vullnet, vizione të tjera. Njëri politika, jo që përpara dhe policinë. Ndodhi ngjarja e Rinasit, një orë përpara ministra thoshte këtu është fushë me lule. Vriten brenda familjes, ne nuk do ruajmë policë patjetër. Ngjarjet brenda familjes janë problematike. Janë tjetër natyrë, janë tjetër natyrë dhe nuk mund të parandalohen. Ndodhi ngjarja në Elbasan dhe flitet për ndërtimet pa leje, po ju bëj unë një pyetje. U ndërtuan brenda natës ato ndërtimet? Ato pallatet, vilat, u ndërtuan brenda natës? Janë ndërtuar në hundën e policisë së shtetit, të IKMT-s, një sër institucionesh. Dhe përpara se të më bëhet propagandë dhe të më thuhet mua si qytetar që ne po shkatrojmë këto ndërtimet pa leje, në fakt do duhet hetohen ata zyrtarë që i kanë lejuar. Dakord? Pra ti marrim gjërat me radhë, sepse njerëzit janë mbushur aq shumë me informacion dhe besojnë që e tha ministre që janë pa leje, po pastaj flitet për adresat. Patjetër që janë problematik, po ka çështje më të rëndësishme policia e shtetit se sa adresat e se sa zjarr fiksi. Mund t'i bëjnë të dyja paralel Klod. Ajo nuk është t'i bëjnë të dyja të treja dhe të dyja që tha paralel. kryeministri. Të merret me punën e brendshme. Si tha kryeministri? Çfarë tha kryeministri? Ka ligj, ka rregullore, ka kushtetut. Dhe kryeministri mund t'i thotë hidhë dhe nga kati, po kjo nuk do thotë që ministria do zbatoj urdhrin të hidhet nga pallati. Klod, si do ta përkthejmë? Duke qenë se zonjës Koçiu si ministri brendshëm është ngarkuar detyra për të marrë me punët e brendshme, siç janë ndërtimet pa leje, adresat e tjera me radhë, pastrimi i territorit, lidhja me policinë e shtetit është pro Rama direkt? Absolutisht që po. Dhe Ilir Proda po rrin vetëm sepse Edi Rama nuk ka gjetur një dorë të fortë për ta zëvendësuar. Sepse jam e bindur që edhe vetë Edi Rama i din shumë mirë, pra kryeministrit kërkoi ndjes për përdorimin në këtë mënyrë të emrit, po kryeministri i di shumë mirë problemet e policisë së shtetit. Dhe unë jam e bindur që në adresën e kryeministrit ka 10 ankesa në raport me policinë e shtetit. Sepse kam parë mënyrën se si ka pas në momente caktuara mbledhje të tensionuara. Kur thua nuk ka një dorë më të fortë si Ilir Proda, në shkon tekst e ke, Klod, ke një dorë e cila i shërben qeverisë për interesat caktuara, po është një dorë më fort profesionale. Po çfarë mendon? Nuk e di po të pyes. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit është aty sepse i intereson politikës dhe në veçanti kryeministrit. Sepse po të donin të bënin një drejtor që i shërbente qytetarëve, do të kishim emra të tjerë të cilët mund ta kishin zënë vendin e Ilir Prodës dhe brenda atyre të cilët kandiduan atko ka patur realisht njerëz me shumë integritet, të cilët sot po sulmohen në mënyrë të frikshme. Dhe ju i dini këto gjëra, po duke qenë se kemi ndruar rolet sot, jam i detyruar të të pyes dhe kam kënaqësinë përveç se jam i detyruar. Po lidhet e policisë me grupet kriminale. Si do mi përktheje se kemi parë disa emra, një pjesë të tyre ne i njohim dhe personalisht. Andi, dëgjoj, duhet të jemi korrekt. Lidhjet policisë, segmentet caktuar policisë, individëve caktuar për qenë korrekt, edhe në vende të tjera, nuk ndodh. Pra ndodh gjithmonë kjo. Ndodh gjithmonë dhe në vende shumë të zhvilluara. Çfarë mua më shqetëson është vetëm një aspekt. Fakti që janë brenda strukturave elit, pra oficerë të Reneas, oficerë të operacionales. Kjo më shqetëson. Sepse aty do të thotë që ata njerëz zotrojnë informacion të jashtëzakonshëm, të cilët, nëse ky informacion keq përdoret, mund të përbëjë shkak për ngjarje të rënda kriminale, për shkatrim të operacioneve, për dështim të gjithë strukturave të tjera që mund të përpiqen për ta ndërtuar një gjë. Kjo më shqetëson mua, jo se nuk ka edhe në vende të tjera. Unë kam lëvizur në disa projekte në vende shumë të zhvilluara, por në vende jo edhe më pak të zhvilluara. Kam qenë këtë shqetësime kishte edhe Amerika, për shembull, kur unë kam qenë në projekt atje, kam qenë në një tjetër projekt të Bashkimit Evropian. Pra kanë qenë disa trajnime shumë interesante. Dhe ke kuptuar mirë që kjo funksionon kështu. Ndodh edhe vendet të cilët kanë demokraci e tjera me radhë. Po mirë, ne mos jemi vend shumë i vogël dhe kemi pasur një numër pak më të madh. Mund ta marrin të raport kështu apo jo? E vetmja gjë që më shqetëson është fakti që janë nivele të larta. Janë nivele shumë të larta. Kjo është një këmbën alarmi dhe në këto nivele do duhet të mos kemi lidhje klienteliste, emërime klienteliste, po do duhet realisht të kalojnë disa filtra shumë të thelluar për të shkuar dhe për të patur një vend tek operacionalja, tek Renea etj me radhë. Sepse mund të shkojë në këtë moment, për shembull Reneas, një informacion për një njerëz shumë të kërkuar për ta arrestuar, por nëse njëri prej tyre është inkriminuar, operacioni mund të dështojë, por operacioni mund të shkojë edhe keq të ketë vrarë.
sepse mund të ketë reagim. Pra, çfarë dua të them me këtë, që brenda në ato struktura duhet të jenë njerëz shumë të besuar, edhe njerëz të cilët do duhet kalojnë disa filtra. Në këtë aspekt them që kjo më shqetëson më shumë se sa numri, sepse kjo ndodh gjithmonë krimi organizuar në gjithë botën. Këtë ka synim të shkojë tek autoriteti që e lufton, të ketë aty të hysë sa më thellë dhe të shtriten takulat për të patur sa më shumë informacion. Pyetja e fundit për këtë temë, zgjidhja e rendit dhe sigurisë publike në vendin tonë. Zgjidhet nëse zgjidhet kjo treshe këtu dhe renditen detyrat ashtu siç do duhet renditen dhe varësitë ashtu siç do duhet jenë. E mendon kështu? Jo, nuk e mendoj kështu, nuk lidhet fare me emrat. Lidhet së pari me vullnetin politik, edhe unë mendoj që nuk ka patur vullnet politik për ta luftuar krimin, ka një vullnet të partnerëve ndërkombëtar që kanë parë krimin shqiptar si një rrezik serioz për vendet Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, dhe më pas ka një stepje të institucioneve ose më sakt një tulatje ose një mbyllje sysh edhe veshësh për të mos e bërë një gjë të tillë. Po mendoj që koha do të vijë dhe të paktën nga kjo treshja 2 prej tyre nuk do të jenë më. Nuk kuptoj ministrin e adresave dhe drejtorin e përgjithshëm se kryeministrin duhet ta lëviz vota, nuk ose duhet ta pezulloj spaku pastaj se nuk ka zgjidhje tjetër, por problemi është që 2 prej atyre, pra nga kjo treshja, ana këtej nuk do të jetë, mendoj së shpejti, sepse ka kaq ngjarje të rënda sa minimalisht moralisht nuk mund të qëndrojnë detyrë. Zonja sa ka marrë detyrë dhe ndoshta është ende herët për të njohur me se nga shëndetësia të kalosh tek bota e krimit. Nuk është fare justifikim. Nëse merr përsipër ta bësh një detyrë të tillë. Po, Klod, mund ta marr sot ngjarjen dhe mund ta marr sot detyrën dhe ngjarjen mund ndodh nesër tani. Më lini të njëjmë dhe me ngjarjen nga se ka ardhur. Kështu që ka pas kohën e mjaftueshme për ta bërë një gjë të tillë. Shpresojmë. Dhe unë shpresoj shumë tek këto që u thatë që nuk është çështje emrash, por çështje një vullneti të brendshëm politike dhe për t'i dhënë një zgjidhje.